Rreziku i pijeve freskuese dhe pijeve energjike. Pijet freskuese dhe pijet energjike janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Por sa të sigurta janë ato për shëndetin? Pijet freskuese, rreziku i sheqerit dhe kimikateve. Pijet e gazuara dhe ato me shije frutash industriale përmbajnë sasi të larta sheqeri, kimikate dhe aditiv artificial. Një kanaçe e zakonshme përmban mbi 40 gram sheqer, që është më shumë se doza ditore e rekomanduar. Sheqeri i tepërt shkakton diabet, obezitet dhe sëmundje të zemrës. Përveç sheqerit, shumë pije freskuese përmbajnë shurup misri me fruktozë të lartë, një substancë që dëmton mëlçinë dhe mund të shkaktojë probleme metabolike. Gjithashtu, për të dukur më tërheqëse, këto pije përmbajnë ngjyrues artificial, si tartrazina dhe azorubina, të cilat lidhen me alergjitë dhe hiperaktivitetin tek fëmijët. Për të përmirësuar shijen dhe ruajtjen, kompanitë përdorin acid fosforik dhe citrik, të cilët dëmtojnë dhëmbët dhe dobësojnë kockat. Pijet energjike, një rrezik i fshehur për trupin dhe mendjen. Pijet energjike premtojnë energji të menjëhershme, por në të vërtetë, ato mund të dëmtojnë organizmin. Një kanaçe përmban sasi ekstreme të kafeinës, më shumë se 3 filxhan kafeje. Kjo mund të shkaktojë rrahje të shpejta të zemrës, presion të lartë të gjakut dhe ankth. Përveç kafeinës, pijet energjike përmbajnë sheqer të lartë dhe taurin, një kombinim që mund të rrisë rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Këto pije krijojnë varësi, duke detyruar trupin të punojë më shumë se ç'duhet. Por kur efekti kalon, vjen lodhja ekstreme dhe mungesa e energjisë. Të rinjt që konsumojnë rregullisht pije energjike përballen me probleme me gjumin, ankth dhe impulsivitet. Alternativa më të shëndetshme. Në vend të këtyre pijeve të dëmshme, mund të konsumojmë ujë të thjeshtë ose të gazuar natyralisht, lëngje frutash të freskëta, pa sheqer të shtuar, çaj të ftohtë me limon dhe mjaltë, smoothie me fruta dhe perime. Nëse dëshiron të kesh energji gjatë ditës, zgjidh një dietë të shëndetshme, gjumë cilësor dhe aktivitet fizik. Pijet freskuese dhe energjike të japin një ndjesi të përkohshme kënaqësie, por në afatgjat dëmtojnë trupin dhe mendjen. Zgjidh të jetosh shëndetshëm.